Mesazhi im për gjeneratat e reja, për ata që synojnë të jenë kontabilist apo auditor është e para duke kuptuar rëndësinë e auditimit. Edhe duke kuptuar që unë mund të them që auditimi veçanërisht është një mision më shumë se sa veç vend pune, se sa një detyrë profesionale. Pra, edhe veçanërisht auditorët e sektorit publik, sepse ndihmon në shpërfaqjen e gabimeve, e keq menaxhimit, e deklarimeve të parregullta apo aspekteve tjera jo të duhura. Mendoj që mesazhi kryesor do të duhej që gjeneratat e reja të lexojnë më shumë. Kjo nënkupton që të përditësohen, të updatetohen, të ndjekin edukime të ndryshme, të vazhdueshme, të certifikohen, të rrisin njohuritë e tyre profesionale dhe këtë jo duke u përmbyllur brenda kornizave të një vendi, pavarësisht që sot fatmirësisht edhe Kosova ofron shumë njohuri, ofron shumë mundësi të mira për mu certifiku, mu eduku profesionalisht, por përmes këtyre mekanizmave brenda vendit, por edhe jashtë, të arrisin thjesht kompetencën e tyre profesionale, sepse vetëm duke qenë kompetent, duke qenë të ditur, por edhe një parim që nuk duhet me harru asnjëherë për auditorët dhe kontabilistët është zbatimi i parimeve etike, integritetit, pra një punë të ndershme, në të mirë të interesit qoftë publik të qytetarëve, po nëse janë në sektorin privat, në interes gjithashtu edhe të vendit, sepse edhe përmes sektorit privat, në rand parë, përmes tatim pagimit, përmes formave tjera, mbrohet interesi publik, por edhe interesi i atyre pronarëve në këtë rast, të cilët ju kanë dhënë mundësi që të auditojnë edhe të menaxhojnë paranë e tyre. Prandaj, thjesht dhe shkurt, edukimi është thelbësor. Ngritja edhe kombinimi i përvojave praktike me njohuritë teorike. Nuk është e mjaftueshme sado të kesh njohuri teorike nëse nuk bëhet një kombinim i tillë.